Mirëserdhët përsëri në Flasim si fëmijë. Jemi këtu për të folur hapur, siç dimë ne fëmijët, për gjithçka që na intereson. Dhe sot kemi një të ftuar shumë special, një njeri që i kupton dhe i mbështet ëndrat e fëmijëve. Regjizori, fotografi dhe themeluesi i Lezhë Talent, Olsi Tetaj. Mirëserdhë Xhaxhi Olsi. Mirë se gjeda Asja. Faleminderit për ftesën, e vlerësoj shumë. Jam edhe shumë i privilegjuar se jam unë i pari që hap podcastin tënd, kështu që ndihem vërtet i privilegjuar. Përgëzoj dhe të uroj për emisionin dhe është shumë gjë e mirë që më në fund në Lezhë po vjen një emision për fëmijë, ku do dëgjohet fjala e fëmijëve dhe kjo është gjë e mirë sepse po nuk dëgjojmë fjalën e fëmijëve, atëherë dhe ne të rriturit nuk do bëjmë asgjë, nuk do realizojmë asgjë. Faleminderit që keni ardhur Xhaxhi Olsi. Lezhë Talent është një shfaqje e mrekullueshme. Si vjen ideja për të dhe si keni vepruar për gjetur talente jashtë kornizave të qytetit? Atëherë që në vitin 2018, në fakt më erdhi si ide duke pa edhe talentet e shumta që kishte qyteti jonë. Unë nga që unë punoj tek qendra kulturore e fëmijëve dhe aty tharë pse mos ta ketë një hapësirë për këto fëmijë ku të promovohen, sepse duke ndjek shumë aktivitetet e shkollave, aktivitetet e bashkisë, por nuk e kishte një spektakël promovues për to dhe lindi si ide në vitin 2018, provu në zbatim në vitin 2019. Për këtë duhet ta përgëzojmë fakt tash edhe koincidencë kjo, sepse personi i parë që diskutova me të ka qenë babi jot. Këtë rast për tjerët Heguran Koga, nëse nuk e njohin si babi jot, se normalisht aty u bisedova me Heguranin sepse kam pa gjithmonë si një njeri që e don artin, edhe me përgëzoi si fillim dhe me dha optimizëm dhe e filluam pastaj më tha vazhdoja ta mos e nal dhe pastaj duke biseduar edhe me të tjerë ishim pak skeptik te kjo pjesa, a do realizohet apo jo, sepse normalisht për të organizuar një spektakël të tillë u dosh edhe fonde dhe lobum edhe me projektin që realizuam bashkë me Heguranin, lobum edhe i gjetëm fondet, na mbështeti edhe Këshilli Bashkiak asaj kohe dhe u bë realitet Lezhë Talent. Dhe kështu që vazhdon akoma dhe sot në 2025 që jemi, prap tani kemi filluar prap për koincidencë, kemi filluar me fazën e parë dhe shumë shpejt do jetë faza e dytë dhe të presim pastaj finalen e madhe, sepse gjithë fëmijët e qytetit e presin me padurim Lezhë Talent, na shkruajnë çdo ditë, vinë aty tek qendra kulturore për të bërë pjesë. Dhe kështu që ka qenë një ide që për fatin e mirë po merr zhvillim, domethënë po nuk ka shndalur, nuk ka stopuar asnjëherë përveç se në vitin e pandemisë. Vitet tjera ka vazhduar rregullisht, kjo edhe me mbështetjen, duhet ta themi, me mbështetjen e bashkisë. Si ndihesh kur sheh fëmijët që dalin në skenë ose si themi shkëlqejnë në skenë? Kjo është një pyetje shumë interesante. Thënë vërtetën ndjem shumë mirë sepse shikoj që është edhe një pjesë e kontributit tim që është tek ato fëmijë dhe kur shikoj që ato shkëlqejnë, na del edhe puna jonë e pa dhe ne ndjemi shumë mirë sepse jo vetëm se del puna jonë, por që edhe këto fëmijë japin qytetit një vlerë tjetër dhe normalisht ka pse të ndjemi ndryshe, ndjemi shumë mirë dhe mundohemi gjithmonë t'i promovojmë dhe t'i mbështesim me aq mundësi sa ne kemi. A mendoni se kjo shfaqje e tillë ndihmon në gjetjen e talenteve në qytetin tonë? Mendoj që ndihmon shumë. Do të them një rast që do ta lidh me këtë. Është besoj lezhant, shikuesit, fëmijët dhe të rriturit e njohin, e kanë parë në aktivitete ndryshme Erando Margun.
është u cilësu si një ndër tenoret e arshëm. Dhe po e përmend këtu për faktin që kur po organizonim Lezhë Talent në vitin 2019, unë po bisedoja në telefon me gjithë drejtorët e shkollave dhe tek shkolla e Ishull Shëngjinit, isha duke folë me drejtorin e shkollës dhe ja thash projektin, ja thash edhe po më thoshe se jo, nuk kemi, thotë, është një çun që kënon aty në për shkollë, po nuk e di se me pru aty, nështë aty ka shumë ma talentume dhe nështë nuk ja vlen. Herën e dytë më tha, po e bi, po i tham zyshës muzikës edhe po e bi me Randon aty dhe erdhi Rando tek Lezhë Talent në 2019 dhe ishte një befasi, kur e dëgjoj zysh Albana Përfati, se ishte pjesë juris tek Kanga. Edhe për këtë duhet me falendëruar dhe Albanën e cila punon shumë me këto fëmijë për pjesën e Kangës dhe është se më thënë edhe puna e saj që këto fëmijë kanë dalë në se më thënë dritë të aktivitetet e shumta që bëhen jo vetëm Lezhë, por edhe aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe aty u zbulua Rando, domethënë dhe ishte një befasi për gjithë, domethënë Rando pastaj filloi rrugën e tij dhe por nuk është vetëm Rando, janë edhe shumë të tjerë, është Kiara, është Noemi, janë shumë fëmijë të talentuar, se është Erisit e pjesa e aktrimit, tjerë, se tash s'po them emra sepse këtu kur fillojmë me thënë emra, ndoshta harrojmë të tjerë, por janë shumë fëmijë të talentuar. Po më përmend këto që po më vinë për momentin në mendje, por ka edhe shumë tjerë Lezhë fëmijë të talentuar që kanë dalë nga Lezhë Talent, kanë dalë nga shkolla Beslidhja, që edhe ti pjesë e shkollës Beslidhja, edhe ti jenë një ndër këto fëmijë të talentuar. Domethënë ka qenë Lezhë Talent bashkë me shkollën Beslidhja dhe me Qendrën Kulturore të Fëmijëve, është bërë një ndërthurje shumë e bukur dhe po prodhon talent, po nxjerr talent për ditë, domethënë, jo vetëm në vitet e para, por edhe tani që flasim, kemi shumë fëmijë talentuar që na përfaqësojnë ndjenjësisht në për shumë aktivitete. Me vërtet shumë frymëzuese, por a ka një ndërhyrje nga prindër të fuqishëm që fëmijët e tyre të marrin çmime edhe nëse nuk kanë talent? Kjo një pyetje interesante, në fakt unë jam pak si shumë rebel në thojza i këtyre ndërhyrjeve dhe nuk i kam, edhe pse deri diku është mundu për të pasur çana të vogla, sepse normalisht gjithë secili e don fëmin që dali pari për secili prind, por këtu në thamë është një çështje shumë e gabuar, sepse injekton i jep fëmijës atë domethënë gjanë që nuk e meriton, ndoshta nuk e meriton, ndoshta edhe e meriton, por nuk duhet të jenë këto ndërhyrje, por janë të vogla, më thënë, kanë pas ndodhi të vogla, por jo shumë, më thënë, për fat e mirë s'ka pas shumë edhe prind deri diku kanë qenë, jo deri diku, por shumë mbështetës për fëmijët e tyre dhe por ndërhyrje të vogla ka pas, por që jemi mundu të eliminojmë duke u mbush mendjen që lejnë fëmijët ta shpalosin talentin e tyre dhe mos ja injektoni këtë pjesën e çmimit, sepse çmimi nuk është asnjë gjë. Puna, nëse ti nuk e angazhon fëmin, aty e ke humb çmimin për mendimin tim. Nëse ti e angazhon dhe nuk mendon për të fituar çmime, atëherë bja e dhon çmimin, domethënë. Ajo çmimi që ti ta angazhosh fëmin në për aktivitetet dhe pastaj fëmia ka kohë për çmime, nuk është që duhet i fitojë se s'bën çmimet për është fëmijë. Dërgjor, si ti edhe regjisor dhe fotograf, çfarë të tërheq më shumë te këto profesione? Kjo një pyetje në fakt që ma zon pak edhe të pasionin për filmin. E të them drejtën, kur unë po themi para 10 vitesh ose edhe më shumë, 12 ndoshta, unë kisha pasion shumë ma për fotografin, po atëherë nisha shumë i lidhur me filmin, sepse sapo kisha marru Akademinë e Arteve, dhe atëherë kur isha më i lidhur me filmin, kisha pasion fotografin.
tani më kthy në punë pjesa e fotografisë dhe tash po ma zon atë dëshirën pasionin për filmin. Domethënë ka qenë kjo ka ndodhur me mua, domethënë kur unë isha më i lidhur dhe ma koherent me regjinë dhe me filmin, kisha pasion fotografinë. Kur tani ma shkthyn punë fotografia, kam atë dëshirën për të rikthy filmin. Këtu ndryshon kjo pjesa e... Por që ngelen të dyja pasionet mia që i kam ushtruar me shumë dëshirë. Si që përmend edhe ti pasionin tënd për filmat, ti ke realizuar edhe disa filma të shkurtra, mund të na tregosh pak për një prej tyre? Po, kam realizuar filma të shkurtër më shumë në periudhën e shkollës, kur isha në akademi, edhe pas shkollës në projekte të ndryshme që kanë qenë edhe privat, por një sipërmarrje ishte tash vitit e fundit, nuk janë po 2 vite, që realizuam një film me aktorët e vegjël të qytetit Lezhës. Ishte një nisëm që nisi që me një kurs aktrimi që unë hapa për këto fëmijë dhe tharë që mos ta lejmë vetëm të kursi që ato të mësojnë për filmin dhe për pjesën e aktrimit, por ta zhvillojmë me te dhe ta realizojmë, pse jo mos të realizojmë një film, që t'i provojmë këto fëmijë se ku janë. Se punja po nuk e praktikove profesionin, nuk arrinxon në teorinë mund me fol gjithë ditën, edhe si fëmijë, edhe si burrë, edhe si gra, po nuk i vunën zbatim, në praktik nuk realizohet asgjë. Dhe mori mundimin me këtu edhe me forcët e mia, me thënë deri nuk kishim ndonjë mbështetje të ndokujt. E realizuam një film me metrazh shkurtër, Këpuca titullohet filmi. U prit shumë mirë, i bënim një promovim tek Qendra Kulturore e Fëmijëve dhe u prit shumë mirë. Morëm mesazhe të shumta, gjitha mesazhet ishin pozitive. Edhe tash i vazhdon dhe akoma dhe prap na thojnë sot kur po e bën filmin e radhës për fëmijë. Por nuk kemi nalë, domethënë ne kemi stopu ndoshta pak për ta për ta quajtur më tej këtë filmin, mos jetë më film i shkurtër, të jetë një film me metrazh më të gjatë, por filmi kërkon edhe mbështetje dhe po lobojmë, po kërkojmë për mbështetje që të realizojmë edhe një film tjetër, sepse skenarin e kemi gati. Shumë bukur, shpresoj që ta gjeni mbështetjen. A mund të ndjekim një fragment të tij? Po, me kënaqësi. Që kete? He, më të regotash. Leni, që atini me te, hajde luim. Këpuc,
Qa i donë mërë? Ku i morën? Babit e morë. Ai, si mërë babit? Te po të rrëv babit. Po pse i ke marë? Qa duhen? Duroni mërë se po ja them. I tu për fëmin që vind të koshat. A keni po? Po ti pse s'ke marrë tujat për të babit? Si li fëmin? Po se podje që në karocë kishte marrë këpucë mdaja? Kuptova. A se keni podje? Pa, unë s'kam pa gja. Asun. Po thashtë e jep, sa që kishte marrë dite koshat ishin shumë të vjetra. Pa, ti e i marrë. Ja merë këpucë babi për me adha njaj që nuk e njef? Po që i duen ati këpucë të mlaja i herë. Hese gjithna fëmi i këba. Si thoni, t'ja për të vje, po t'ja letë. Shka më rejqoj të shpia se ta po tre babi. Hajte vazhdojmë lojen. Jo, du me dhanë si djallit. Me mi shkollia të koshat, thomon. Me mi ja që nuk do ku të vjen. Ja se ndoshta i vjen keq. Shka më rejqoj të shpia se për ti tret ka prapa e. Ju s'doni me lujt, i ka unë. Po shkele ma mirë të koshat. E Gjunata, ne erdi po shkon dhe koshat. Erdi? Të shumë e mërë këpucët. Na mërzitet, hajde pra vazhdojmë lojen. Po nuk i po shkëpucët, pegjeti? Jo, as tonë. S'ka mund që ato nuk i ka marrë? Shiko një herë. Gjeta vetëm një këpucë. Shikove mirë? Thashën ti kishe që të shpia. E dhoni, thashë që ka për ti tret. Po pse ka marrë vetëm një? Kush e di, ndoshta se ka marrë asë të, për i ka hedhur në kosh. Hajde shkëm të i. Wow, ky film ishte me vërtet shumë i bukur. Si ishte puna me fëmijët dhe çfarë mesazhi doni të përcjellni që në fillim? Është e bukur, por shumë e vështirë me punu me fëmijët, sepse duhet të hysh ke bota e tyne, edhe po për të hyrë te bota e tyne duhet të jesh edhe jo vetëm specialist i fushës në këtë rast i regjisë, por duhet të jesh edhe psikolog, sepse duhet t'i kuptosh fëmijët. Unë e kam më të lehtë të kuptoj të rritunit se sa fëmijët. Domethënë krijimtaria e fëmijëve janë ajo pjesa se si ato e shikojnë jetën është shumë më e qiltër dhe shumë më e bukur se se e shikojnë me të rritunit. Dhe kështu mendoj përcjell një film që të japë një mesazh, por edhe të përfshihen fëmijët dhe karakteret ndryshme të fëmijëve, siç e patë edhe ke filmi,
aty janë fëmijë me karaktere të ndryshme, se normalisht gjithë fëmijët janë, jo gjithë fëmijët, por gjithë njerëzit i kanë ato karaktere të ndryshme, por për më shumë fëmijët kanë karaktere të ndryshme, kanë mendime të ndryshme, edhe duke u bazu te kjo, realizuam edhe këtë filmin Këpuca. Filmin mund ta marrim në dy këndvështrime, mund ta marrim nga këndvështrimi i fëmisë që del për të siguru jetesën, që del nëpër kosha për të mbledh kanaçe, siç e thojnë kjo gjuha popullore, edhe duke pasur vështirësinë familjare ku babën e ka dhe invalid që del në fund të filmit, se ka vështirësi për të fitu diçka për të mbajtur familjen, pra. Edhe aty del, por del edhe ajo pjesa e pozitive e tij, domethënë krahas kësaj vështirësia i mendon që me një gest të vogël, por që është shumë i madh për babin e tij, domethënë me një gest të vogël mundohet që ta qetësojë sadopak atë dhimbjen që ka i jatin këtë rast, duke i quat e Këpucën që merr vetëm janë në këpucë dhe ja çon tjatin. Gjës i vogël, por që me një domethënie shumë të madhe. Po ta marrim në këndvështrimin e fëmijëve të tjerë, që janë ato fëmijë që po luajnë aty te lagja, po ta marrim këndvështrimin e atyre, do thotë që edhe aty duke pa në vështirësia të djalin, njëri nga ato fëmijë mendon që sadopak prapë edhe gjesti i tij është shumë i, domethënë është i vogël, por për ta marrim në anën kështu njerëzore të ndjenjave, është prapë gjest shumë i madh, sepse i merr Këpucën babit të vet për t'ia dhënë fëmijës. Dhe pastaj është ajo loja e fëmijëve se ç'a të bëjmë me këto Këpucë, t'ia japim direkt apo t'ia çojmë aty. Ka dhe ato fëmijë të indiferent, për shembull, që thotë lene tash ç'a po bën, pse merresh me atë punë, domethënë janë natyra të ndryshme fëmijësh, por edhe aty del edhe nga ky indiferentizmi. Kjo pjesë e indiferentizmit sot po na lën pak mrapa, po na heq pak këtë anën njerëzore dhe shpirtërore, domethënë duke qenë indiferent na ka humb pak kjo pjesa e anës njerëzore, domethënë, dhe këtu del ai fëmia që e shikon këtë e vën duke se pse mos ta ndihmoj, domethënë e kap si detaj pjesën e Këpucës dhe pastaj e vën në zbatim duke i marrë Këpucën babait vet për t'ia dhënë këtij. Kështu që këto ishin dy aspektet që mund të kapet filmi, dhe duke i bërë është të dyja, besoj që kanë një mesazh shumë të rëndësishëm. Me të vërtet një film me mesazhe shumë të fuqishme. Tani kalojmë në një aspekt tjetër. A mendoni se në Lezhë janë të mjaftueshme hapësirat për dikën që do të bëj art, ose çfarë mund bëjmë më tepër, çfarë mund të shtojmë, ose çfarë mund bëjmë më mirë? Nga vitin vit po rritet ajo dëshira që fëmijët të përqafojnë artin, të merren me artin në fusha të ndryshme. I përmend edhe më sipër. Kjo është falë edhe punës mirë që po bëhet tek Qendra Kulturore e Fëmijëve, me Zysh Albanën, me Rudin, me Toninin, me Mozën. Nuk më takon të flas shumë sepse duke qenë edhe pjesë e vetë të Qendrës Kulturore, duket sikur është konflikt interesi këtu, por më fort du t'ja japim me vërtet meritën sepse punojnë vërtet me këto fëmijë. Por thash, krahas Qendrës Kulturore të Fëmijëve është edhe shkolla e Beslidhja që duhet ta përgëzojmë shumë, dhe po jep qytetit, paktën tek pjesa e fëmijëve, po jep qytetit shumë aktivitete kulturore, domethënë, edhe brenda në qytet, por edhe jashtë qytetit, dhe po jep qytetit fëmijë të talentuar prapë. Edhe kjo është një premisë shumë e mirë për të ardhmen. Por them nuk mjafton vetëm me kaq, domethënë, duhet bëhen shumë komponentë bashkë që kjo dhe vazhdoje, mos të stopohet, por edhe të zhvillohet me tej, pra. Kjo edhe nisma e juaj është shumë e mirë, pra, misioni për fëmijë, sepse ato kanë tash dritarin e tyre për të promovu, për të fol, si kjo duhet të afrohen edhe të rriturit, edhe prindë e fëmijëve, domethënë duhet të angazhojnë fëmijët në për sa më shumë aktivitete kulturore, edhe nëse nuk bëhen artist, bëhen njerëz më të paqë, më të mirë, dhe duke pas këto
për ty dhe atëherë edhe për të njek një profesion tjetër në të ardhmen është një plus shumë i madh nëse fëmia merret me art që i vogël. Kështu që unë e shikoj si diçka pozitive këtë pjesën e artit në Lezhë. Për sa i përket gjithmonë po flasim për fëmijë. Çfarë këshillë do t'u jepje fëmijëve që duan të ndjekin ëndrat e tyre në art? Unë kam shumë këshilla, ndoshta nuk mjafton vetëm kjo emisioni, duhen shumë emisione për të folur për këtë, por po nalena pak tek disa. Unë këshilla kryesore për mendimin tim është se nëse ato kanë një ëndër, domethënë ndrojnë të bëhen dikush në çdo lloj fushë të artit, ju them që mos ta mojnë të ndryme aty në syrtar, siç kena po thënë edhe siç shumë ëndrat tona të brezit tim, ndoshta janë ndryme aty mbrenda në syrtar edhe nuk kanë dalë. U them ti nxjerrin mos të ndryjnë as ëndër në syrtar, ti nxjerrin gjitha, ti provojnë gjitha profesionet, të gjitha fushat, ndoshta nuk është termi i duhur, ti provojnë të gjitha fushat e artit dhe pastaj ato gjithsecili do e gjejë veten tek njëna fushë, domethënë mos provoj vetëm një, provojnë shumë, edhe këshilla tjetër është mos shikojnë që një fushë të artit ta bëjnë për të bërë famshëm që fëmijë. Ajo është gabimi më i madh për mendimin tim që fëmia kërkon për të bërë famshëm se s'ban. Ta lejnë famën me njënë sa janë fëmijë dhe të punojnë fort, ta ndjekin ëndrrën e tyre dhe sepse fama do vije vetë, nuk ka se nëse je fëmijë famshëm, që fëmijë pastaj do zbet ajo fama dhe kur të rritësh nuk do jesh më i famshëm, se është zbet që fëmijë ajo pjesa e famës dhe kështu që mos kërkojnë për të bërë famshëm, punojnë fort dhe gjithçka do vije vetë. Gjatë Gjorësi, duke qenë si je dhe baba, si shëbotën nga sytë e vajzës tënde dhe çfarë ka ndryshuar më shumë për ndërrimin dhe çfarë ke mësuar nga ajo? Kjo është pyetje. Kjo pyetje e bukur, po edhe e vështirë, domethënë për ta kthyer një përgjigje, po do mundohem ndoshta s'kam për qenë aq jo i aftë, po ndoshta kam për të lanë shumë gjëra pa thënë, por bota në sytë e fëmijëve është shumë më e bukur se sa bota në sytë e të rriturve, sepse ato janë vërtet të qiltër, kanë qiltërsi, kanë sinqeritet dhe duke pa qiltërsinë dhe sinqeritetin në sytë e vajzës time, që është çdo ditë, këtë shoh edhe në sytë e fëmijëve të tjerë që vinë aty tek qendra kulturore e fëmijëve, por normalisht vajza ime është shumë më e vogël për thënë aty tek pjesa për ta futur tek pjesa e artit, por e shikoj që tash se ka dëshirë me këndu, mundohet me atë vetën me këndu, me kërcy, i pëlqen me kërcen. Edhe unë do ta lej, unë do jem prindër do ta lej të lirë të bëj atë, të ndjekë dëshirën e saj, nuk do ja ngulis se të bëj atë që kam dëshiron të bëhet vajza ime. Do ta lej që të bëhet, ajo që ka dëshirë ajo të bëhet. Dhe këtë ja u them gjithë prindërve, leni fëmijët të lirshëm në ëndrat e tyre, sepse bota në sytë e fëmijëve është shumë e qiltër dhe shumë e pastër. Si e balanson punën tënde si krijues, regjisor dhe fotograf me rolin e prindit? Në fakt është shumë e vështirë sepse koha kalon shumë shpejt dhe duke kaluar koha shumë shpejt, është pak e vështirë për ta gjetur ato balancat, por unë kam një parim për veten time se rrallë parë rrallë parë vendos familjen dhe pastaj vendos punën dhe gjërat të tjera me radhë dhe kam kaloj shumë kohë me familjen, më thënë drejtën. Nuk është se lej mangut pjesën e punës, sepse e bëj dhe punën dhe se normalisht pa punë, nuk është se fokusohem shumë ke puna, sepse unë them nuk duhet të kalohet jeta vetëm punë, se mbrapa kur i kthesh mas edhe thu që lash një gjë shumë më të rëndësishme për një punë, ajo është gabim për mendimin tim. Ndoshta mund të kesh të ardhmë ekonomike më të mira, por ke lënë
anën tjetër që është më kryesore. Duke parë botën e fëmijëve sot, a mendon se ka ndryshuar shumë nga koha kur ishte ti fëmijë? Ka ndryshuar shumë, ka ndryshuar domthon 100% kjo pjesa e fëmijërisë time me fëmijërinë sot. E tham me keqardhje, por ka qenë fëmijëri më e mirë ajo e jona, domethënë ka qenë më e vështirë, por nga ana njerëzore, nga ana e ndjenjave ka qenë shumë më e mirë se sa fëmijëria sot. Pse do tham kështu? Atëherë duke u rrit fëmijë me vështirësi dhe fëmijë me fëmijë bio, po e them thojse, duke u rrit në atë vështirësinë e kena shiju, domethënë e kena shiju fëmijërinë, edhe pse me vështirësi, po e kena shiju fëmijërinë sepse nuk i kena gjetë gjitha gjanat gati. Sot fëmijët i kanë gjitha gjanat gati dhe për mendimin tim kjo është gabim që fëmijët i kenë gjitha gjanat gati sepse i demoralizon, i bën demela, i lën gjithkohës në atë myllën në guackën e tyne dhe nuk ka gjë e mirë kjo, pavarësisht se ju duket se jetu ja plotësuar gjitha kushtet, por them që duhet i bëjë vetë fëmija disa gjëra, domethënë, dhe duke i bëjë vetë fëmija ato gjërat elementare, bëhet më i fortë, siguroj që bëhet më i fortë për të ardhmen dhe për jetën e tij. Domethënë, unë shikoj që në fëmijën time kena pas shumë lojna, domethënë, shumë lojna që sot nuk ekzistojnë fare, domethënë, dhe mi përmend unë tash ka një listë shumë e madhe lojnash që habiten po mi një gjuhë sot, për shembull, po themi tope grop ose shkopet single, ti ose nështë se babi jot mund t'i dije, por ose rasavinë e din, besoj, hapa dollapa, kufini me vrapime, shumë lojna tjera që s'po vinë puja, është duke luaj me pulla. Ka qenë shumë lojna, domethënë, se po t'i kthejmë edhe sot, më duken atraktive shumë, po t'i kthejmë edhe sot në zbatim, në që t'ja japim fëmijëve. Kurse po të vesh përpara këto lojnat, që thash unë, me këto lojnat e telefonit që janë sot, për mendimin tim janë shumë më të mira ato që thash unë se sa lojnat, sot i ke gjitha lojnat në telefon, nuk e shef një fëmijë duke luajt për jashtë në terren, përveç se me top. S'ke lojna tjera kanë humbur fare, domethënë, kështu që prandaj thamë kësaj se fëmijët duhet të angazhohen sa më shumë në për këto lojnat fizike, duhet të jenë vetë prezent në terren, në atëherë ja vardzu disa herë apo bë me llaç, me balt, ose më them pa e them thojza si ato derrat e vegjël që kur zgryhen në atë tokën e tyre bëhen ashtu, por me të vërtetë kena qenë shumë të lumtur, edhe pse kena qenë ashtu, kena qenë në fund kena pa marrë atë kënaqësinë shpirtërore, domethënë, dhe për ne edhe jena rrit me vështirësi, por unë them që kjo na ka ndihmuar shumë. Për ta mbyllur, çfarë këshillash do të jepje prindërve të tjerë për të kuptuar dhe të mbështetur ëndrat e fëmijëve të tyre? Besoj se gjatë intervistës që bonëm, besoj që kanë dalë nga kjo intervistë, kanë dalë disa këshilla vetvetiv, domethënë pa e ditë pyetjen e fundit. Por mund t'ju jepja shumë, do jap shumë këshilla, edhe sa kam këshilla për fëmijët, kam këshilla edhe për prindërit, ndoshta më shumë për prindërit se sa për fëmijët, sepse fëmia është fëmijë, ka ato ëndrat e veta, ka atë trunin e vet, mendjen e vet, por nuk e pat për krah prindin, normalisht edhe fëmia nuk ka të vështirë që të arrijë të ecë përpara, dhe do i thosha prindërve që e para hera të kalojnë sa më shumë kohë me fëmijët e tyre. Edhe nëse nuk do i angazhojnë në për aktivitetet kulturore, sa janë gjëra më mirë, që ja u merr kohën dhe ja u mush kohën me çona të mira për to, por të thoja të kalojnë më shumë kohë, të pyesin, ndoshta mund duket pyetje
kot nëse mund mendoj një prind pse ta pyes fëmijën tim ç'a bën sot. Po jo, nuk është pyetje kot. Do t'ja thush ç'a bën sot, do ta pyesë me kë shoqërohesh, do ta pyesësh për mësime, për gjithçka, dhe duke e pyet për gjithçka, duhet me bë shok fëmijën. Se në momentin që e bën shok fëmijën, atëherën shok deri në ato limite, se ka disa limite, dhe pjesa e prind fëmijë, por mos i kaloj limitet, mos ta teproje, por ta bëjë më shumë, sepse sot për momentin më shoh një gabim ke prind, edhe pranaj një gjojmë edhe kështu ngjarjesh që fëmijët, adoleshentat, jo këto ngjarjet që i kemi dëgjuar s'po i përmend ose ndoshta s'është vendi për t'i përmend. Por kjo ka ndodhur ka ndodhur nga keq menaxhimi në radhë parë i familjes, sepse familja është kryesore, pastaj vjen shkolla dhe shoqëria, se ka qenë një familje shëndetshme dhe fëmia ka për të dalë i kulturuar, ka për të dalë i sjellshëm, ka për të dalë ka për ta shikuar, për t'i ndihmuar prind, jo vetëm gjithmonë për t'a plotësuar dëshirat, ka për ta pa jetën ndryshe. Por kjo vjen edhe nga prindri, domethënë është prindri ai që do t'ja japë para këtë besim, edhe do të thoya edhe diçka tjetër që prindëve ti lejnë edhe fëmijët ti bojnë disa gjëra vetë. Domethënë mos i ndihmojnë gjithkohës, domethënë ti ndihmojnë, se normalisht ndihma e prindërit duhet, por në disa gjëra alimentare ti bojnë vetë. Ose të ndryshoj, them, këtë kam po gjithmonë, e kam si teori, ndoshta se kam praktiku vetë, por duke pa të mentalitetin e prindërve të tonë, prindërve të mi dhe të babit tonë, duke pa të mentalitetin ka qenë ajo gjithmonë ajo që çuni është çuni i shtëpisë dhe punë të shtëpisë do t'i bëjë vetëm vajza. Nuk duhet të jetë kjo, duhet ta angazhosh, pse mos ta angazhosh edhe çunin për punë të shtëpisë, nuk ka asnjë gjë e keqe. Të ndahen këto përgjegjësi pas. Po them tash që çuni t'ja lejë gjithë punë të shtëpisë, por ta mësoj edhe çunin me punë të shtëpisë, po kjo nis në fëmijëri, pa duke aktivizuar fëmin edhe djalin këtë rast që në fëmijëri, atëherën u them ka për të rrit shumë më i mirë, nuk ka për të qenë gjë e gabuar, ta heqim këtë mentalitetin jo djali do të bëjë këtë punë dhe vajza do të bëjë atë punë. Them duhet me heq. Edhe një gjë tjetër që do thoya ndoshta nuk e ceka, ndoshta nuk ka vend për këtë pyetje, ndoshta edhe lidhet, po unë them duhet ta heqim sa më shumë edhe këtë pjesën e bullizimit. Bullizimi është shumë i keq për mendimin tim dhe kjo nis në fëmijëri. Këtë e kam has edhe duke shku për pjesën për të zhvilluar talentet dhe për të bërë pjesë të lezha talent, se ne shkojmë për shkolla dhe na e thojnë fëmijë aty nuk vi thot për të dalë aty në skenë, sepse na bojnë meme shokët ose shoqet. Nëse ti e fëmijë dhe do bësh meme një që del në skenë për të kënu ose për ndërpërtu ose çfarë do lloj gjëje tjetër. Kështu që ja u them prindërve mos i vënë fëmijët as prej këtyre bullizimit, sepse nëse fëmia do i thotë që unë do marr pjesë tek një aktivitet kulturor, mos të jetë ai prindi që t'ja ndërpresë dhe jo po ti si për atë punë ose ti s'bën për atë punë. Ti thoje shko, shive, nëse bën merru me atë dhe pse jo, se ndoshta nga një diçka shumë e vogël, ndoshta nga një nisëm shumë e vogël mund të bësh artist shumë i madh, kështu që faleminderit shumë Xhaxholsi për këtë bisedë të mrekullueshme, ishte me të vërtetë shumë frymëzuese. Falenderoj ty dhe të uroj shumë suksese në emisionet e tjera dhe ju them edhe teleshikuesve ta ndjekin shumë këtë emision, sepse duke ndjegju fjalën e fëmijëve do të kuptojmë edhe ne të rriturit shumë gjëra edhe të vlefshme për jetën. Faleminderit.
Faleminderit edhe gjithë dëgjuesve tanë, mos harroni, arti është një mënyrë e mrekullueshme për të shprehur dhe të kuptuar ose ndjekur ëndrat tuaja. Shihemi në episodin tjetër të Flasim si fëmijë.